Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar Mirin. Miri që në shtëpinë e Big Brother VIP Albania lëre që e ka vënë flakën, por e ka vënë flakën edhe jashtë asaj. Çfarë po ndodh me Mirin dhe Selinën? Ky është mesazhi dhe komenti që më së shumti mua më vjen nga ana e publikut. Miri deklaroi që ka një grua në Gjermani, që me të ka një vajzë, që e do vajzën e tij shumë, domethënë këtë bisedën e ka bërë gjatë kohës kur ishte në akuarium. Por bashkëshortja e Mirit doli me një deklaratë që thot nuk ka vend për tradhëti në një marrëdhënie. Thot dashuria është, marrëdhënia është, sukseset në dashuri janë dhe thot unë jam shumë e lumtur që e kam Mirin për bashkëshort. Jemi në rregull deri këtu. Në anën tjetër, kemi debate të shumta për Mirin, por edhe deklarata nga vetë ana e Mirit. Selin dje teksa po përshëndeteshte Mirin që po hynin me Mirin që po hynin në akuarium për herë të dytë, i tha I love you, do të thënë që e don shumë. Në anën tjetër dhe Miri në dhomën e rrëfimit ka qarë për Selinën, që do të thënë këtu nuk ka më ndjenja shoqërie.